Për informacion, ne sa kemi dalë nga një periudhë mjaft e nxehtë, domethënë kemi kaluar një verë të nxehtë, e cila ka pasur ndikimet e saj negative në blegtori. Kryesisht tek gjerri, sidomos tek lopët e qumshit, janë shfaqur edhe me dëmtime tek këto, sepse ka një metabolizëm më intensiv dhe tek shpendët, domethënë këto janë dy kategori që kanë tjetër, sidomos edhe duke mos përjashtuar edhe dera, domethënë. Këto janë kategori që kanë vlefshmëri më të madhe në temperatura, sepse kategoritë e tjera janë më pak. Jo se ato nuk ndikojnë, por tu ka pas ndikime edhe në dëmtime, domethënë, duke pasur edhe humbje të kryerëve. Gjithashtu nuk diskutohet dhe ulje e prodhimtarisë të tyre. Fermerët përgjithsisht janë munduar domethënë të përshtaten, por ne kemi pas dëmtime në Grabian, në Gradisht, nga këto problematika domethënë. Dhe në këtë rast, në radhë të parë duhet sigurohet sasia e ujit, domethënë sepse rritet 2 deri 3 herë sasia e ujit që kërkojnë kafshat gjatë periudhës verës. Aktualisht në këtë kohë që po kalojmë tani, domethënë, jemi në temperaturë në kohën më optimale. Blegtoria kërkon temperaturat nga 18 deri 24 gradë, domethënë që tani këto janë temperaturat dhe një prodhim më optimal dhe gjendja shëndetësore e kafshëve është më së përshtatshme, domethënë dhe kondicioni i tyre është më normal për të prodhimtarinë e tyre optimale. Në periudhën mbas tetorit, meqense tani janë për llogaritën dhe mundësitë për të hyrë në fazën e periudhës dimrit, dikur bësh për llogaritja e bazës ushqimore, për llogaritur 6 muajt e dimrit, domethënë. Po tani temperaturat janë ngritur dhe dimri është më i lehtë, domethënë, ose me pak temperatura të ulta dhe ndjeshmëria ndaj temperaturave të ulta është domethënë më pak problematike tek gjerri. Jo se nuk ndikon, por është më pak problematike tek blegtoria. Megjithatë, do i japim disa konsiderata. Fermerët duhet të kenë garantuar ushqimin për blegtorinë. Në këtë fazë, domethënë nga 1 tetor deri 30 prill bëhet garantimi i ushqimit për blegtorinë, sepse është e pakët mundësia për të depozituar dhe për të marrë prodhime të freskëta nga foragjeret, domethënë në periudhën e dimrit. Pasi bie vegetacioni i tyre dhe fermerët tani kanë me ushqime të depozituara, silazh, misër, kalli ose barithat, domethënë. Këto janë baza e ushqimit blegtorisë gjatë dimrit.